Nga Korça, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Gonzato kërkoi miratimin e një reforme gjithëpërfshirëse zgjedhore me rekomandimet e OSBE-Odirit. Ai u bëri thirrje palëve politike që të punojnë së bashku për integrimin. I haven't seen the final recommendations yet. I don't know if they came out whilst I was here. I know they're still working on them. I saw the preliminary outcomes, and I think there was quite a clear statement from Brussels on this. And let me just put the emphasis on one element. In the statement made by Kallas, High Representative Kallas and Commissioner Kos, we state quite clearly that it's time for the Albanian government to introduce, and parliament actually, because it's the job of the parliament, to introduce a comprehensive electoral reform that looks at all the aspects and all the recommendations that OSCE-ODIHR has made in the past and those that they will make now. Në fakt, do doja të thoya që unë nuk e di nëse kanë dalë rekomandimet përfundimtare, nuk e di nëse kanë dalë ndërkohë që unë jam këtu, por nuk I di. Por natyrisht kam parë rekomandimet paraprake. Rekomandimet paraprake dhe ka patur gjithashtu dhe një deklaratë shumë të qartë nga Brukseli. Ka patur një deklaratë shumë të qartë dhe është një element të cilin unë dua ta përmend dhe kam shumë kryesor, siç e ka thënë edhe përfaqësuesi e lartë Kallas, edhe komisionerja Kos. Është koha tashmë që qeveria shqiptare por dhe parlamenti, sepse është parlamenti që pastaj miraton, të miratojë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara dhe të tashme nga OSBE-Odiri. And of course the result places a lot of responsibility now on the government because they have the numbers to carry out those reforms, and the expectation of the Albanian people is that these reforms are carried out so that Albania can really proceed towards the European Union. Dhe në fakt, edhe në lidhje me rezultatin, është një rezultat që jep një përgjegjësi jashtëmase të madhe qeverisë shqiptare që të ndërmarrë, pra të kryej këtë reformë kaq të gjerë dhe patjetër sepse I ka numrat. Dhe nga ana tjetër është dhe pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugtim për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Zoti ambasador. Mr. Ambassador. Shqip. Ai plotësuan standardet këto zgjedhje? Did these elections meet the standards? It's not for me to say. I mean, you just have to read the OSCE-ODIHR recommendations. They praise the electoral administration, the way in which the elections were run, but they also highlight a number of issues, as you know. The use of public resources, some pressure on voters, etc. That's why I put the emphasis on the need to address these recommendations and make sure that the next elections are done in the framework of a reformed electoral law. Atëre, në raport me atë çfarë thatë, domethënë, keni një raport, pra unë di ta them keni një raport ose OSBE-Odiri, I cili ju jep pjesën, domethënë ju jep përfundimin, pra si kanë qenë këto zgjedhje, ndërkohë që I kanë njohur me standarde dhe ndërkohë që përmendin dhe çështje të cilat kanë qenë për shembull ndoshta përdorimi I burimeve publike apo por administrimi I zgjedhjeve është përgëzuar si I tillë, pra. Kështu që nga raporti OSBE-Odirit, ndaj po them që dhe ndaj e vendos theksin që kjo është diçka e cila duhet trajtuar nëpërmjet një reforme gjithëpërfshirëse në të ardhmen. And I would really like to use the opportunity, this is my last comment, to praise the Central Electoral Commission for the work they've done, to praise also their cooperation with the General Prosecution Office and with SPAC, because I think that was quite exemplary. Dhe në fakt, dhe kjo është komenti I fundit që do të bëj, do doja që të përgëzoja shumë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për mënyrën e administrimit të zgjedhjeve, bashkëpunimin që pati me prokurorinë e përgjithshme dhe me SPAC-un që do të thosha është një bashkëpunim ekzemplar. One last question. Mr. Ambassador, the Democratic Party has started an intense process of reporting and filing complaints with the CEC when it comes to the election process, which it considers unfair, unequal, as well as breaching the standards. How much do you expect this will deteriorate the political climate in the country? A strained and conflicting political climate, will it impact Albania's path, or let's say efforts towards the European Union?
First of all, I think it's good that the party that feels that there were irregularities, that they report them to the competent authorities. The competent authorities are there to look at these. There's electoral authorities that are in charge of this and also judicial authorities. So I think that's the way it should be done. I do hope, however, that both parties, because they repeatedly committed to the accession process, and they both said that they are in favor of Albania joining the European Union. I hope that they both work in that direction, not just the majority, but also the opposition. Thank you very much. Pra, së pare do të thoya që çdo parti e cila mendon apo ndjen se ka patur parregullsi, patjetër që le të raportojë ato, le të ankohet tek organet përkatëse që janë organet që administrojnë zgjedhjet dhe natyrisht edhe tek organet gjyqësore. Domethënë kjo është mënyra se si duhet të shkojnë gjërat në momentin që ata ndjejnë një gjë të tillë. Megjithatë shpresoj që të dyja partitë, duke qenë se kanë theksuar një sër herësh dedikimin e tyre ndaj procesit të antarësimit dhe përpjekjeve të Shqipërisë për të shkuar drejt BE-s, do të punojnë realisht në këtë drejtim. Shkëputën për një hapësirë publicitare.